është njëri prej vendeve ku mund të gjeni dhurata unike për më të dashurit tuaj. Fotografi, dizenje e mbishkrime në bluza, filxhana, përparse, jastëk, mbajtëse qelsash, butona e shumë ide të tjera interesante. Këto janë dhurata për të cilat nuk duhet pritur për orë e ditë të tëra. Thjesht janë dhurata të cilat bëhen aty për aty, brenda disa minutave. E tëra varet nga lloji i dhuratës që keni zgjedhur për ta bërë. Koha e përgatitjes së dhuratave zgjat nga 2 deri në 20 minuta. Preferencat dhe shijet të konsumatorëve janë të ndryshme. Dikush preferon t'i dhuroj vetës ndonjë filxhan me ndonjë mbishkrim, fotografi të preferuar, ose atë ja dhuroj dikujt që e ka për zemër, përpse jo edhe si dhuratë për ditëlindje. Ka edhe të tillë që me më dëshirë do e dhuronte ndonjë jastëk me figura, fotografi apo edhe ndonjë mbishkrim interesant. Ose thjesht mund t'ia shpreh edhe dikujt dashurinë përmes jastëkut, duke i shkruar mbishkrimin të dua apo edhe duke i vendosur ndonjë fotografi të përbashkët në mënyrë që dashuria e tyre të kujtohet edhe përmes këtij jastëku, si dhe shumë ide të tjera. Në këtë vend nuk mungojnë as butonat e ndryshëm, të cilët mund t'i porosisni me fotografi, figura e mbishkrime të ndryshme. Mund t'i porosisni vetëm për dëshirë që t'i vendosni nëpër çanta, gjaketa, bluza të ndryshme e të tjerë, ose t'i porosisni për ndonjë rast të veçantë, për ndonjë tubim apo organizim tjetër. Fotografia, një prej suvenirëve më të çmuar në shtëpitë e sirtarët tanë. Është suveniri ynë më i çmuar që të kujton diçka të kaluar. Në këtë vend, përveç kornizave, albumeve të ndryshme, në të cilat jemi mësuar t'i fusim fotografitë tona, këtu mund të gjeni edhe metoda të ndryshme për t'i shfaqur fotografitë. Duke filluar nga materiali i qelçt, ku fotografia juaj automatikisht shndrohet në xham, apo edhe në materiale të gurit. Pastaj fotografin tuaj mund ta nxirrni edhe në pllak. Kështu që, nëse vendosit ta rinovoni banjën, kuzhinën apo edhe ndonjë pjesë tjetër të shtëpisë suaj, pse të mos vendosni pllak me ndonjë mbishkrim apo fotografi që gjithmonë juve ju ka pëlqyer. Por përveç këtyre materialeve, tani këtu fotografin tuaj mund ta shndroni edhe në enigmë. Por, as fotografia nuk është e vetmja mënyrë për t'i dhuruar dikujt diçka të bukur dhe të veçantë. Për shembull, Rolantina dhe Vali janë të fejuar dhe kishin vendosur që mbesës së tyre t'i bënin një dhuratë të bukur për 5 mujorin e saj të lindjes. E në këtë rast, ata kishin vendosur që t'i dhuronin një përparse me fotografinë e vetë foshnjës me mbishkrimin të don Daja Vali. Sot kom ardhur pikërisht për m'ie bëu një dhuratë mbesës, Ailes, e cila ka mbush 5 mujorin. Kem bëu një dhuratë bashkë me fejumin tim, është një përparse. Do m'ja dhuru për 5 mujorin e lindjes saj, që i ka mbush dje, në fakt dje i ka mbush, edhe kem ardhur pikërisht për m'ia bëu këtë dhuratë, mos bashkë me fejumin tim. Përveç Rolantinës, kishte edhe të interesuar të tjerë për ndonjë dhuratë.
E përveç gjërave të përmendura për të bërë dhuratë për më të dashurit tuaj, ju njëkohësisht mund të vini edhe me ide tuaja dhe të sillni diçka tjetër e të porosisni. Si për shembull, mund ta bëni dekorimin e ndonjë kapele, bluze, dekor fotografish apo mbishkrimin në ndonjë fustan. Gjinse mund të sillni ndoshta edhe ndonjë mbulesë duke e dekoruar atë me çfarëdo që dëshironi. Është ky Indriti, pronari i këtij vendi, të cilit çdo ditë i vijnë porosi të ndryshme. Na me këtë biznes merrem që 2 vjet e gjys. Na mas pari ja kena punu te Minimax, e kena pas një lokal. Aty ja kena nis pra që 2 vjet e gjys, edhe tani prej atje e kena qele edhe këto kena ardhë që 1 muj. Edhe po shkon puna mirë, frekuentim, po tash është sezona e verës, edhe po ka darsma, fejesa, sene, e njes po lypin ma shumë që si printime në gurë. Që kjo është një sen shumë i bukur, edhe që kjo e ka garancionin gjyra nuk e këtë ku. Tani po ka edhe kërkesa për që si puzzle në formë zemrës, jas ta ka gota ma. E pra, për të gjithë ju që mendoni t'i bëni dhuratë vetës, apo t'i dhuroni dikujt tjetër diçka kreative, interesante dhe të bukur, atëherë mund të vini këtu dhe ta realizoni atë. Indriti gjithashtu këtë vës ja bëri edhe këtë dhuratë. Sa herë që mbushni gotën me ujë të ngrohtë, pini çaj, kafe apo diçka tjetër, gota menjëherë ndron pamjen e saj. Diçka magjike apo jo?